Shikues e televizionit Skan, mirë se vini në Pros and Cons, ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Shqipëria po përballet me një valë tjetër të rritjes së çmimeve, e cila ka nisur nga karburantet dhe po përhapet gradualisht tek produktet ushqimore, kjo për shkak të luftës në lindjen e mesme. Por sa të mbrojtur janë konsumatorët shqiptar përballë kësaj rritjeje dhe a mund të monitorohen çmimet, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e ndërhyrjes së shtetit në këtë situatë? Për të diskutuar, kam të ftuar doktor Eugen Musta, pedagog ekonomie, mirë se erdhësh, kënaqësi. Mirë se gjithë. Dhe doktor Almarin Frakulli, pedagog i politikave ekonomike, mirë se erdhësh, kënaqësi. Mirë se gjithë. Ndalemi tek pros and cons sa i takon ndërhyrjes së shtetit në treg në këtë situatë. Tek pros përmendim mbrojtjen e fuqisë blerëse, stabilitet social dhe ekonomik kryesisht për shtresat vulnerabël, si dhe mbështetje për sektor të ndjeshëm siç është transporti apo bujqësia. Tek disavantazhet përmendim kostot që ka për buxhetin e shtetit çdo lloj mase që mund të merret nga qeveria, që sigurisht ka efekte financiare, rrezik i shtrembërimit të tregut, si dhe ndërhyrje që nuk japin zgjidhje afatgjate, por janë masa emergjente që ndoshta japin një zgjidhje të përkohshme. Megjithatë do të ndalemi një më një lidhur me pros and conset, por edhe me situatën. Profesor, do ta nis me ju. Lufta në linjën e mesme po ndikon drejt për drejt në tregjet e energjisë, tashmë u bë disa javë. Kemi një rritje të çmimeve të naftës, por kemi edhe një bord transparence. Si e shikon këtë bord? Sa efektiv është? Në mbledhjen e parë duket që vendosin një çmim disi të ulët, por në mbledhjen e dytë qytetarët patën një lloj zhgënjimi sepse çmimi u rrit me 15 lekë. Shiko, ajo që është e rëndësishme është të shohim pak a shumë situatën se ku jemi me këtë rrezik krize që sapo ka nisur, pra gjithçka është e varur se si do vazhdoj procesi apo situata në lindjen e mesme. Qofse situata dhe kjo luftë vazhdon, atëherë me siguri do presim që të kemi nevojë gjithmonë më shumë për këtë bord të transparencës. Në këtë moment jemi në fazat e para dhe shpresojmë që realisht edhe ky konflikt të mbarojë sa më shpejt që mos i ndjejmë ato pasojat e këqija që janë të pritshme. Bordi i transparencës është një zgjidhje e cila për ne ekonomistë shpeshherë nuk është aq e pranueshme, për arsye se prish mekanizmat e tregut. Pra ka disa avantazhe. Patjetër. Çdo ndërhyrje në treg ka disa avantazhe për arsye se e riformon tregun apo jep incentiva të tjera. Por, si thua, nganjëherë ne pranojmë atë të keqen më të vogël. Dhe në këtë rast për të mbrojtur konsumatorin ndaj këtyre rritjeve të papritura të çmimeve, një ndërhyrje e tillë ka benefitet e veta për sa i përket pra një moderimi të efekteve negative që vijnë nga kjo krizë e pritshme. Dhe në këtë lloj situate, pra si fillim, ndërhyrjet e para të bordit drejtues, ne do jemi gjithmonë skeptikë, gjithmonë do të kritikojmë patjetër, bordi transparencës do jenë gjithmonë të tilla, por dashi pa dashi ata kanë një efekt ekuilibrues. Rreziku i këtyre ndërhyrjeve mbetet tek ajo që ne e pam edhe javën e kaluar, pra presioni që bëjnë importuesit e naftës, duke u shprehur që realisht ky është një mbirregullim dhe i rrezikon ata. Dhe nganjëherë kjo dëshira për të mbrojtur konsumatorin mund të ketë mbrapa një rrezik të madh që është rreziku i furnizimit. Pra ata mund të rriqen nga furnizimi dhe ne mund të kemi pastaj një le të themi pamjaftueshmëri të ofertës për karburante. Dhe kjo mund të sjellë pastaj një gjë që është akoma më e dëshme se sa thjesht rritja e çmimeve. Pra mund të kemi krizën e karburantit, po neve nuk e kuptojmë dot situatat. Ndodh që kur nuk ka një mekanizëm, themi pse nuk ngrihet një mekanizëm që ta ndihmoj konsumatorët. Kur ngrihet një mekanizëm, themi që po shikoj se ky mekanizëm po vendos çmime tavan më të larta që në fakt mund të ishin nga tregu i lirë. Si e shikoni bordin e transparencës për naftën, për karburantat, me avantazhe apo me disavantazhe? Qartë. Atëherë bordi i transparencës është si një, le të themi, instrument administrativ i ndërhyrjes së përkohshme. Natyrisht që ka rolin e tij për sa i përket, le të themi, zbutjes apo amortizimit të efekteve, por natyrisht ato që quhen ndryshe margji i tregut. Natyrisht duhet përmendim faktin që ky le të themi bord operon natyrisht një treg të hapur, i cili çmimi impaktohet ose ndikohet kryesisht nga faktorë global, siç janë çmimi i importit ose kosto bazë, ose Brent crude që quhet ndryshe, dhe natyrisht kursi i këmbimit, apo siç janë gjithashtu edhe marzhi i rafinimit, apo dhe TVSH-ja, natyrisht dhe taksat të cilët i shtohen çmimit të pompës. Natyrisht nëse do t'i referoheshim
praktikave të konfliktit Rusi-Ukrainë, por në 2022 natyrisht që gjatë asaj kohe rreth periudhës mars, le themi qershor, për një periudhë shumë të shkurtër kohore, çmimi mësoi një rritje le themi nga 70 deri në $120 për fuqi, por natyrisht ne edhe nga analizat pasuese të institucioneve ndërkombëtare, por natyrisht edhe të Bankës së Shqipërisë, pam që çmimi i hidrokarburëve pra në Shqipëri nuk devijoi ndjeshëm nga le themi lohatjet apo le themi rritjet e çmimeve në tregjet rajonale dhe ato europiane. Natyrisht që pati një efekt pozitiv për sa i përket le themi amortizimit kryesisht të luhatshmërisë ose volatilitetit ditor apo javor, natyrisht edhe mbrojtjen nga spekulimet e mundshme të tregtarëve në Shqipëri. Pra shikoni më shumë avantazhe. Si përkohshëm, po. Si përkohshëm. Po mirë, ne shteti vendos të ndërhyj. Një nga mekanizmat është bordi, por ka dhe mekanizmat të tjera. Po përmendim po ndalim tek nafta, kryesisht sepse aty nis zinxhiri i rritjes çmimeve për produktet e tjera. Ka dalë disa raporte ku gjysma e kostos që përbën çmimin e naftës në fakt janë taksat. A do ishte zgjidhje ndërhyrje nga ato taksa? Kemi taksën e qarkullimit, kemi akcizën, kemi taksën e karbonit e të tjera. Ndërkohë që është folur që do të ndërhyet në akcizë një ulje me 20%, por nëse çmimi tavan shkon në 220 lekë. Atëherë kjo është me të vërtet pyetja e duhur që duhet bëjmë. Pra, është bordi i transparencës mjeti i dur apo ka edhe mjetet të tjera që mund të aktivizojnë në këtë periudhë? Siç e thatë, ne jemi një nga vendet që taksojnë më shumë se çdo vend tjetër, pak a shumë në rajon ose po edhe më gjerë, naftën me taksa. Dhe shumë vende që pam nga eksperienca e reagimit të kësaj krize, siç ishte për Italia apo Gjermania që po mbin tani në mend, kanë ndërhyrë direkt tek sistemi i taksimit të karburantit. Një ndërhyrje e tillë do ishte realisht më pak në afat shkurtër, do ishte më pak e ndjeshme për të ndikuar tregun, pra këto furnitorët nuk do të trembishin kaq shumë për marzhet e tyre dhe për furnizimin, ndërkohë që shteti në një periudhë afat shkurtër mund ta përballonte këtë gjë. Pasi siç thash, për mua gjithmonë kryefjala e këtij fenomeni ngelet tek sa do zgjasë kjo krizë, sa gjatë do jetë i bllokuar gjiri i Hormuzit dhe sa shumë do ndikohet bota nga kjo mungesë. Dhe nëse ne parashikojmë që kriza do jetë afat shkurtër, atëherë ndoshta ndërhyrja në sistemin e taksave do ishte më eficiente. Dhe dikush mund thotë, po këto lekë të humbura në buxhet të shtetit ndonjëherë do të sakrifikohen edhe parat në buxhetin e shtetit. Ndonjëherë shumë Italia për shembull preku shpenzime të tjera buxhetore për të absorbuar këtë, por Gjermania nga ana tjetër më pëlqeu në një mënyrë në thënë qasjes për arsye se Gjermania zgjodhi që këtë humbje që ka nga taksat ta rekuperoj nga marzhi i shtuar i fitimit i furnitorëve të karburanteve. Një zgjidhje interesante dhe kjo në këtë rast. Po pse duhet presim ne që nafta të shkojë 220 lekë dhe pastaj të ndërhyjmë në akcizë? Domethënë 220 lekë litri është e përballueshme për një qytetar shqiptar, qoftë ky buxhetor apo që punon në privat, ku rruga mesatare dihet sa është? Natyrisht, sikurse profesori e përmendi, disa vende zgjodhen disa, le themi, pati një qasje, le themi, pozitive, duke mos zgjedhur përsaktimin e çmimit ose vendosjen e bordeve të ngjashme sikurse veproi Shqipëria. Është vërtet Italia dhe Franca përdoren për aplikimin e uljes së taksave, por dhe subvencioneve, të cilat natyrisht ishin një ndihmë shumë e madhe kryesisht për shtresat vulnerabël, pensionistët, flasim këtu apo edhe për individ nën apo në minimumin jetik, dhe natyrisht që Hungaria vendosi çmime tavan, ndërsa Shqipëria zgjodhi një pozicion hibrid, por që ne kuptuam që çmimet vendosen jashtë vendit. Dhe natyrisht që për sa i përket le themi pyetjes, mendoj që ndoshta me kalimin e kohës ne do kuptojmë edhe më shumë për sa i përket zhvillimeve apo eskalimit apo jo të konfliktit, dhe natyrisht masat le themi më të nevojshme, kuptohet të qeverisë shqiptare, do të ishin subvencionet, të cilat natyrisht do të ishin më të prekshme dhe më fleksibël siç janë ato të ndihmës në kesh. Se sa ndërhyrja në, le të themi, në taksa. Megjithatë, jam shumë kurioze të di se sa shpejt transmetohet rritja nga çmimi i naftës te çmimet e ushqimeve gjatë konfliktit të Rusi-Ukrainë, u pa një shpejtësi skëter. Në Shqipëri do të thosha që ky transmetim është me të vërtetë i menjëhershëm,
për arsye edhe të strukturës sonë ekonomike. Jemi shumë të varur, sidomos në industrinë ushqimore nga importet. Dhe si pasoj rritjet në çmimet e karburanteve ndikojnë drejt për drejt në fillim fare kostën e transportit, e cila automatikisht do t'i mbivendoset çmimit final të ushqimeve. Dhe në atë që shohim si të ndryshe pak nga kriza e kaluar e luftës në Ukrainë, në këtë krizë është që kemi edhe një problem tjetër që është problemi i fertilizuesve, i cili mund të japi një goditje të dytë në ekonomi, por ndoshta edhe të shfazuar me 6 muaj apo ndoshta edhe 1 vit. Pra prodhimet bujqësor janë të rrezikuara në këtë pranverë dhe këtë verë për arsye se fertilizuesit janë dyfishuar në çmim si pasojë e bllokimit të gjirit të Hormuzit. Gadishulli i gjirit persik është një nga furnizuesit më të mëdhenj të fertilizuesve. Mos gabojmë, diku tek 1/3 e fertilizuesve si ofertë botërore është pikërisht vjen nga ky rajon. Dhe kjo ndikon automatikisht produktivitetin bujqësor. Por ndryshe nga lufta në Ukrainë, ne nuk kemi, domethënë, ndërprerje të zinxhirit ushqimor, për shembull nuk varemi nga drithrat, nga importi, por thjesht është zinxhiri i transportit, pra është vetëm efekt i çmimit të naftës. Ky është efekti i parë, pra se nëse do shohim çfarë do ndodhi me çmimin e grurit, nëse këtë vit prodhimi i grurit nuk do të jetë me të njëjtin nivel si pasojë e rënjes apo e përdorimit të më pak fertilizantëve, atëherë me të vërtet vitin e ardhshëm ne do presim ose në të korrat e fundit do shihet që realisht oferta apo prodhimi i grurit do të jetë shumë më i vogël dhe si pasojë çmimi i tij do të përsojë një rritje të madhe. Ndoshta edhe më të madhe se ajo që pam gjatë krizës së Ukrainës, ku ishte më shumë kriza ishte përqendruar në ridirektimin e rrugëve të transportit sesa në bllokimin real të prodhimit. Pra po më thua që niveli inflacionist nuk do të jetë i shtrirë vetëm këtë vit, po do të jetë edhe gjatë vitit tjetër për disa produkte. Në varësi të kozgjatjes së krizës reale, ne do të presim 2-3 goditje inflacioniste. Sikur edhe sot të mbaroj lufta, atje ne me të vërtet do të shohim një goditje të dytë inflacioniste nga vjeshta, pra një shfazim 5 deri në 6 muaj, kur do shohim realisht çfarë ka ndodhur me prodhimet bujqësore. Siç thash, një rritje gati me 50% e çmimit të fertilizuesve është shumë e ndikueshme. Me çfarë kam ndjekur, në shumë vende prodhues të mëdhenj kanë filluar të bëjnë edhe atë që quhet zëvendësimi i kulturave të prodhimit. Pra nuk prodhohet më aq shumë misër dhe pse është një nga konsumuesit më të mëdhenj të fertilizuesve, por kanë filluar të mbjellin këtë vit sojën, farën e sojës, e cila kërkon më pak fertilizues. Por gjithë këto ndryshime do realisht ndikojnë tregjet në të ardhmen. Si e shikoni? Do kemi një situatë të përkohshme inflacioniste, apo do jetë e zgjatur, sikur sa ta hapet profesorin, edhe ndoshta edhe vitin tjetër? Qartë, tani për sa i përket efekteve ose dinamizmit të le themi këtij konflikti, natyrisht që faza fillestare, sikur se pam dhe në konfliktin Rusi-Ukrainë, natyrisht që ajo zgjat ishte rreth le themi 1 muaj deri në 2 faza fillestare, ndërsa ajo kulminante 3 deri në 6 muaj dhe më pas 12 edhe më vonë. Natyrisht që kjo është një inflacion i cili kryesisht ndikohet pikërisht nga kostot dhe natyrisht ky transmetimi karburant, le themi ushqime, ndoshta përcillet nga 3 kanalet kryesorë që është ai i transportit, që është ndikon në mënyrë direkte, kanali kryesisht i le themi i inputeve bujqësore, por natyrisht edhe i energjisë në përpunimin dhe magazinimin. Natyrisht që të gjitha inputet prodhuese, kuptohet, të cilat do të kenë një rritje të ndjeshme në treg, natyrisht që sikurse edhe nga eksperienca e dim që bizneset e kanë për zemër, le them që ti transmetojnë gjithë këtë barë në le themi te konsumatori final, po. Dhe natyrisht për sa i përket kuptohet edhe disa studimeve të fundit të kryera nga banka botërore, natyrisht që kjo një rritje le themi deri në 10% e çmimit të hidrokarbureve do të sjellë një rritje automatikisht 2 deri në 4% tek produktet ushqimore. Tek produktet ushqimore. Pra ky është le themi deri diku marrëdhënia ose raporti i këtyre efekteve inflacioniste. Po, 2 deri në 4% është raporti real dhe çfarë është abuzimi pastaj, që sigurisht që Shqipëria është pak e pamundur që të mos ndodh. Kur flasim për Shqipërinë, një ato problemet që ne jemi të rrahur shpesh është faktori spekulues. Pra që shpesh herë tregu tek ne reagon me një rritje të çmimesh
pa e marrë kostën e këtyre rritjeve. Pra, i rritë çmimin edhe inventarit fizik që ka aktualisht që e ka blerë me një çmim shumë më të lirë. Dhe kjo është goxha e mundshme për arsye dhe të strukturës tregullt, pra niveli informalitetit e lejon këtë gjë. Ajo që në shumë vende pak a shumë goditet nën kontekstin apo nën justifikimin e price gouging, që është pra ndalimi i spekullimit abuziv në periudhat të vështira krizash nga tregtar spekulant, tu tek është më vështirë për të monitoruar dhe shpeshherë ngel që si thua ndërshkuesi më i rrept i tregtarit spekulant është thjesht konsumatori i cili ndoshta bojkoton blerjen nga ai. Por kjo gjë në një nivel masiv, sidomos për mallra që nuk kanë aq elasticitet kërkesës, është gati e pamundur. Edhe ka një problem që edhe këtu çmimet nuk është se rriten tek një tregtar apo tek një tjetër. Këtu ndodh që rriten në mënyrë masive tek të gjithë dhe për të konsumuar do konsumosh, çfarë do bësh? Çmimet e produkteve të bazë nuk janë zgjidhje. Nga çfarë vjen si informacion rreth si thua mënyrave të ndryshme se si po mundohen shtetet të ndryshme të përballojnë këtë krizë, shembulli i Kroacisë është goxha interesant për sa i përket përdorimit të teknologjisë realisht për të ndaluar spekulimet në çmime. Si përdoret në këtë rast? Tash pak a shumë sistemi është diçka e komplikuar, por lidhur edhe me fiskalizimin tonë si projekt, ato e kanë quajtur fiskalizimi 2.0, pra një nivel pak më i avancuar, ku konsumatori hedh faturat e tij që ka bler dhe automatikisht bëhet një kryqëzim i çmimeve dhe monitorohet në kohë reale margji i fitimit i tregtarëve, i shitësve. Dhe nëse algoritmi kap që ka një anomali, normalisht ai tregtar që duket që po abuzon, targetohet shumë kollaj nga strukturat shtetërore për ta ndaluar. Pra zgjidhjet janë në një farë forme dhe konsumatorët mund të mbrohen me jo shumë mund, le ta themi, por cilat janë ato produkte që mund të kenë rritjen më të madhe? Gjatë kohës së Ukrainës, mbaj mend që kanë qenë drithërat me rritjen më të lartë, vaj, vegetal, nuk e di cilat janë këto produkte që mund të preken si vjet. E përmendëm pak produktet bujqësore për shkak të rritjes së inputeve. Vërtet. Për sa i përket, le të themi, rritjeve inflacioniste, natyrisht që drithrat, pra buka dhe vaji në Shqipëri, patën një rritje, le të themi, shumë të ndjeshme, natyrisht siç thash edhe nga le të themi kushtet apo dhe faktorët sikurse janë ato të transportit, natyrisht edhe të kostove të tjera që lidhen me inputet prodhuese. Por natyrisht që nëse do t'i le të themi referoheshim kësaj le të themi spirale veturshyese, pra ku individet ose më saktë inflacioni i pritshëm ose frika nga një goditje second shock, le të themi në ekonomi, në një farë mënyre do të sjellë pasoja negative, pra që do thotë punonjësit do të kërkojnë rritje page tek punëdhënësit e tyre, punëdhënësit automatikisht do të rrisin çmimet për të justifikuar natyrisht këtë rritje relativisht le të themi të zërit të pagës. Por ajo që le themi vlen të përmendet, sikurse edhe profesori përmendi, pikërisht këto tre element, tregu i vogël, i përqendruar, informaliteti dhe mundësitë e larta për spekulim, shpeshherë do t'i lënë vend dhe më pas do të shikojmë nëse do jetë inflacion i përkohshëm apo i strukturuar, pra do jetë le të themi i kalueshëm me kalimin e kohës apo do të lërë le të themi pasoja për një kohë të gjatë në ekonomi. Qartë, edhe pyes profesorin, preket shporta kryesore e ushqimeve apo preken edhe shërbimet për shkak të presioneve që përmendi profesori në kërkesën për rritje pagash? Prekja është pak komplekse, bazuar mbi eksperiencën e krizës kaluar, kishte të drejtë në përqindje produktet e para ushqimore, të cilat pësuan ngritje ishin vajrat dhe yndyrat, unë kam nxjerrë nga statistikat mbi 30% rritje. Pastaj vjen buka dhe drithrat me 18% rritje, qumshi, djathje dhe vezët me 16% rritje, pastaj kemi sheqerin 15%, perimet 13% dhe mishi me peshkun diku ke 7 deri në 8%. Pra këto janë vale e parë e rritjes që pritet tek mallrat e konsumit. Edhe tani. Edhe tani. Pra këto janë 5 grup produktet më të prekura që pritet të rriten çmimet. Këto janë më të ndjeshme edhe realisht në paketën tonë të konsumit, në shportën tonë të konsumit janë edhe më të përdorurat. Sigurisht, produktet e shportës bazë. Tu kemi realisht një risk shumë të madh sidomos për ekonominë tonë, se nëse shohim në paketën e shportën e konsumit, pra me të cilën neve përllogarisim edhe inflacionin,
pesha e produkteve ushqimore është rreth 35% në Shqipëri, një nga përqindjet më të larta të përqendrimit në të gjithë Europën. Ndërkohë që nëse e shohim këtë edhe në raport total, është rreth 31% e shpenzimeve në raport me prodhimin e brendshëm bruto janë për ushqime në Shqipëri, krahasuar me vendet e Europës ku kjo përqindje është vetëm 6%. Dhe i vendi i dytë në Europë që konsumon më shumë ushqime se ne në raport pra me prodhimin e brendshëm bruto, është Malizi dhe ai është gati 10% poshtë nesh, pra vetë 21%. Pra ne jemi në krye të listës. Pra ne jemi shumë të ndikuar nga rritjet e çmimeve në ushqime. Kjo do të thotë që për disa kategori vulnerabël, siç janë pensionistët apo familjet në nevojë, kjo përqindje pra që në paketën e Consumer Price Index, pra me cilën e masim ndryshimet në çmim në shportën e konsumit. Për disa familje në Shqipëri apo për kategorinë pensionistëve, kjo kategori e ushqimeve zen rreth 60% të konsumit total. Pra 60% të ardhurave të tyre shpenzohen për ushqim. Dhe nëse ne këtu shohim që do presim një inflacion të kësaj natyre, këto kategori do jenë shumë të rrezikuara për sa i përket ekspozimit që kanë ndaj inflacionit dhe dobësimit të fuqisë tyre blerëse dhe patjetër edhe përkeqësimit të standardit tyre të jetesës. Pra do të thotë që nëse tani 60% shkojnë e të ardhurat të tyre shkojnë për shportën bazë të produkteve, do të thotë që kjo përqindje do rritet goxha më shumë. Çka do të thotë që do kenë më pak para për shpenzime të tjera të nevojshme. Për çdo gjë tjetër që i duhet njeriu, do të thënë për jetuar, qoftë që nga strehimi tek veshja apo edhe pastaj tek argëtimi apo gjërat të tjera që ne fusim brenda shportës së konsumit. Ndërkohë, për ta mbytur pjesën e rritjes, kemi edhe një pritshmëri afatmesme për rritje. Pra kur më pyete a vetëm paketa e ushqimeve do të preket, patjetër që jo, por ajo është më e ndjeshmja. Bllokimi i fluksit të naftës nëpër botë sjell edhe efekte të tjera për sa i përket edhe çmimit të plastikës. Kështu që paketimet do shtrenjtohen dhe siç e ke parasysh çdo artikull që ne konsumojmë sot ka një farë paketimi plastik. Që do thotë një rritje çmimesh do pritet pak a shumë në të gjithë produktet, gamën e produkteve. Ky është një lajm i keq, po ndërsa gjatë kohës së luftës në Ukrainë ne justifikoni me faktin që disa nga produktet rriteshin për shkak se ne ishim importues kryesor nga këto vende dhe jo vetëm për shkak të çmimit të naftës. Ky lloj faktori ka rënë, pse duhet të jetë po aq e ndjeshme situata. Të paktën për sa i përket le të themi peshës relative që kanë këto faktorë global, pra këto goditje globale, natyrisht që sot shumë institucione le të themi ndërkombëtare, por natyrisht edhe studiues të ndryshëm rëndisin pikërisht në peshën rreth 60-70%, pra të kësaj le të themi rritje ose kësaj luhatje natyrisht janë faktorët le të themi ndërkombëtar. Ndërsa transporti dhe zinxhiri i furnizimit kuptohet që zë një peshë le të themi relativisht më të vogël të ky ndikim, pra të kjo rritje dhe ky efekt negativ. Dakor, mirë. Do shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për diskutuar sërish situatën me çmimet dhe cilat janë masat që duhen marrë apo që mund të jenë më të dobishme në këtë rast për të mbrojtur konsumatorët. Rikthehemi në studio dhe flasim për krizën e çmimeve. Për të kuptuar cilat janë ato faktorë që e bëjnë të ndryshëm konfliktin në linjën e mesme dhe konfliktin Rusi-Ukrainë. Ajo gjë që vëre përgjithësi në diskutimet që bëjmë me njerëz të kategorive ndryshme shoqërore, është që realisht nuk jemi koshent edhe nuk jemi të informuar se sa ndryshme është kjo krizë nga çfarë ishte kriza që na paraprijoi luftës në Ukrainë. Si jemi fare në fakt. Duke parë magnitudën, dëgjojmë besoj gjithë kanë dëgjuar nga lajmet që bllokimi në furnizimin me naftë në rrjetin ndërkombëtar, rrjetin global është rreth 20%. Pra në atë ngushtitë së Gjirit Persik është 20% e prodhimit të naftës në nivele botërore. Për ta krahasuar, për ta vënë në një farë le të themi peshori që ta shohim sa shumë është kjo 20%, krahasuar me krizën më të madhe që erdhi në vitet 70, ndoshta ne atëherë ishim në komunizëm, nuk e kemi përjetuar, por kushdo që ka studiuar pak a shumë ekonominë botërore din që ishte një nga krizat më të mëdha të asaj kohe, e shkaktuar si pasojë embargos së vendeve të OPEC-ut ndaj Shtetet Bashkuara për sa i përket furnizimit me naftë, në atë kohë bllokimi ishte vetëm 6% e fluksit botëror, ndërkohë që sot është 20%. Dhe shtuar kësaj kemi edhe faktorin tjetër që unë besoj e përmenda disa herë për arsye se është një rëndësi e veçantë. Ndikimi që ka
kjo krizë në sasin e fertilizuesve, pra jemi duke folur drejt për prodhimin e bujqësisë. Po. Dhe tashmë jemi dhe në sezon. Absolutisht, shumë vende kanë filluar të marrin masa proteksioniste, pra të ruajnë rezervat e tyre. Vende prodhuese, siç është India apo siç është Maroku, kanë filluar mos shesin prodhimin e tyre dhe ta ruajnë për ekonomitë e tyre. Pra kemi disa masa pak a shumë si në kohën e pandemisë, kur ato resursa, ato mallra të cilët ishin nevojshëm për sigurinë kombëtare nuk shiteshin më ndërkombëtarisht. Dhe kjo gjë është aktualisht duke u parë në shumë vende pothuajse. Dhe siç thash, efektet e kësaj do ndihen shumë më mbrapa pasi bujqësia ka një cikël. Nëse sot e ulim produktivitetin e prodhimeve bujqësore, nesër mund të arrijmë në një racionim të ushqimit në shkallë botërore. E frikshme, po kjo duket që do të ndodhi. Tek kategoritë në nevojë kam përshtypjen që ajo që përmendën pensionistët po kam përshtypjen që të prekur do të jenë edhe fermerët nga efektet e kësaj krize, drejt për drejt, sepse nëse do priren të prodhojnë më pak, kostot janë më të larta, do të thotë që dhe të ardhurat e tyre do të jenë më të ulta. Patjetër, kjo mbetet për të parë natyrisht edhe për sa i përket le të themi politikave që do ndjeki qeveria shqiptare në lidhje me subvencionimin, apo format e mbështetjes le të themi ekonomike për këta fermerë, të cilët sot le të themi në Shqipëri nuk janë të pak në numër, dhe aq më tepër që sektori bujqësisë është edhe sektori dominant në Shqipëri, dhe natyrisht fermerët, por natyrisht edhe vetë shtresat le të themi në Shqipëri sipas asaj strukturës së konsumit dhe dhanave të statit, si janë le të themi familjet, shtresat e varfra, shtresat e mesme, me një përqindje le të themi diferencë, le të themi deri diku ke 20%, pra shtresat e varfër diku ke 45-55%, të cilët do të kenë le të themi ndikim edhe më të shpejtë. Natyrisht edhe modelet e bankave qendrore gjithmonë tregojnë që inflacioni le të themi ushqimor ka një inercion më të lartë se sa inflacioni total në tërësi. Dhe ndërsa po flisim pak për mbështetjen në bujqësi, sapo kam bërë një lajm që në fakt këtë herë, për herë të parë, nga skemat në bujqësi nuk do të jetë më skema e naftës, e mbështetjes direkte me naftë për fermerët. Dhe jam shumë kurioze të marr një koment se si e shikoni këtë, profesor. Për mendimin tim kjo është shumë shkatruese, sidomos në një situatë të tillë. Shumë vende të tjera, nëse shohim, më kujtojnë të paktën 2-3 shembuj të këtyre javëve të fundit që e kanë ngrirë çmimin e naftës për fermerët, në mënyrë që mos impaktojnë nga ky inflacion që sapo ka nisur. Ta heqësh fermerët nga skema e preferenciale për trajtimin për sa i përket sidomos karburantit që ata përdorin, është t'i bësh ata jashtëzakonisht jo konkurrues. Dhe ajo që ne rrezikojmë në një spirale të këtij skenari që po shohim, pra një rrezik i inflacionit importuar nga jashtë, një rritje e kostove të prodhimit për fermerët vendas, të cilët jo vetëm do humbasin konkurrencën e tyre, se normalisht në pak a shumë gjithmonë e kemi argumentuar këtë gjë dhe e kemi diskutuar që dhe nuk kemi nxjerrë një mësim nga kriza në krizë që duhet të ngrem, do thonë, infrastrukturë vendase prodhimi. Vetëm ajo mund të na mbrojë pikërisht nga këto kriza afatgjata. Ndërkohë që kemi një strukturë të agrobiznesit e cila është e fragmentuar, nuk ka mundësi të fuqizohet apo të ngrej një strukturë korporative e cila të prodhojë në masë dhe të krijojë një ekonomi shkalle që t'i lejojë atyre të nxjerrin produkte me çmime konkurruese. Po hoqëm edhe skemën e zyrtarisht është hequr, po teknikisht a mund të ngrihet çmimi siç është përdorur në modelin që përmendët për fermerët? Të gjithë format që janë përdorur janë të mundshme, gjithmonë pyetja ngelet sa gjatë mund ta mbash një strukturë të tillë, pra një fiksim çmimi apo një subvencionim një çmimi, pra gjithçka ka të bëjë me kozgjatin dhe sa mundësi ekonomike ka një buxhet për ta përballuar këtë gjë. Por shumë vende janë duke përdorur për shembull rezervat e tyre të naftës. Kanë filluar, kanë quajtur me të vërtetë që kriza është e tillë që këto rezerva janë pikërisht për këto situata dhe kanë filluar të përdorin ato rezerva për të mbajtur çmimet të fiksuara. Gjithmonë kjo është nëse kemi një projekcion të një skenari që kjo situatë do jetë afat shkurtër dhe s'do jetë afat gjatë. Qartë. Çfarë mund bëjë qeveria në planin fiskal për të mbajtur, për zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të karburantit, përveç asaj që përmendëm në fillim? Ne
sikur se përmendëm pikërisht strukturën e kostos që ka çmimi i pompës, pra të 1 litër karburant, pra 1 litër nafte, ne thamë që le themi pjesën më të madhe ose ndoshta le themi nëse do ta strukturojmë ose ta ndajmë rreth 32% le themi e këtij çmimi përbëhet pikërisht nga le themi baza e kostos ose import price, çmimi i importit, së bashku me kursin e këmbimit dhe efekti që ka në ekonominë shqiptare. Dhe vetëm 13% është ajo që quhet ndryshe marzhë rafinime, që kryesisht janë to kostos shes që le themi tregtarët ja shtojnë për të mbuluar kostot e operimit. Dhe 55% janë pikërisht TVSH-ja dhe taksa. Dhe natyrisht, sikur se diskutuam, kjo le themi ndërhyrje fiskale do të sjellë një ulje të ndjeshme. Cila nga ato taksa mund preket? Për shembull, kemi akcizën, kemi taksën e qarkullimit, që janë 2 taksa që zënë peshën më të madhe në koston e... Është vërtet, por natyrisht nëse do kishte le themi një mënyrë pak më ndoshta më të drejtë për drejtë dhe ndoshta më efikase, nisur edhe nga praktikat e vendeve zhvilluara, të cilat aplikojnë kryesisht një reduktim të tatimit vlerën e shtuar, pra të TVSH-s, sepse është edhe tatimi kryesor që zë le themi gati peshë më të madhe të ardhur në buxhetin e shtetit, pra në portofolin e shtetit, dhe natyrisht që këtu ndoshta për kategori të ndryshme, pra një ndim e le themi ose një suport i targetuar, kryesisht siç thamë për shtresat vulnerabël, pra pensionistët, apo dhe për individët me të ardhurat relativisht le themi të ulta. Dhe natyrisht kjo është një praktik po dëgjoja gjatë kësaj fundjavë edhe në vendet e rajonit, përfshirë këtu Bullgarinë apo edhe vendet të tjera të cilët po aplikonin, madje komunikonin me zë të lartë që do të ketë një ndihmë pikërisht për të në një farë mënyrë për të zbutur pak edhe efektin social ose le themi atë psikologjik që le themi individët, por natyrisht i gjithë ekosistemi, pra gjithë aktorët të mund të reagojnë më qetë ndaj le themi goditjeve të një pasqyrshme që kjo. Qartë, është folur për paketat mbështetëse në fakt, po do ta bëj edhe një herë këtë pyetjen para se të kaloj te paketat mbështetëse. Naftën e përdorim të gjithë, edhe ne që nuk kemi ndoshta tek grupet vulnerabël apo me të ardhura shumë të ulta, a duhet kishte një zgjidhje tjetër për shembull nga taksat që ka kosto mbi naftën që mund të ndërhyej në mënyrë emergjente për një periudhë afërshkurtër ndoshta? Realisht barra e konsumit të karburantit në përsëri kthehemi tek shporta konsumatore është vetëm 6%. Pra ushqimet janë kategoria që realisht ka peshë më të madhe. Vetëm do të nafta apo benzina duke se është diku ke 2%, po bashkë me kategorinë e përgjithshme transporti është tek 6% i konsumit. Kështu që për këtë arsye nuk besoj se do jetë në prioritetet e qeverisë për t'u adresuar pra konsumi për individët, por nëse kthehemi tek çfarë profesori tha për pjesën e TVSH-s, realisht është një instrument shumë efikas për këto raste për ndërhyrje shpejt. Mos gabojmë, Maqedonia e Veriut ka ulur TVSH nga 18% në 10% për gjithë produktet e karburantit, ndërkohë më duket se po konsiderohet edhe nga vendet tjera të aplikohet e njëjta ulje për produktet e shportës ushqimore. Pra kjo mund të ulë TVSH për produktet e shportës ushqimore deri në 8%. Varet përqindja është për të diskutuar, por ne jemi realisht me një normë TVSH gozhat konsiderueshme, 20%, ndërkohë që siç thash Maqedonia e Veriut ka 18% dhe e ulit deri në 10% për pjesën e karburanteve, ndërkohë Kosova, mos gabojmë, tash nuk jemi gjithkohës duke i parë gjithë ndryshimet se janë shumë dinamike, por çfarë më kujtohet, besoj që edhe Kosova ka prekur pak TVSH-n, mos gabojmë, dhe vendet të tjera të rajonit po e konsiderojnë. Pra TVSH është një nga taksat që mund të prekej pa dhënë shumë si temi deformim të tregut. Qartë, po bordi ushqimeve, kemi një bord të karburanteve, bordi ushqimeve funksionoi gjatë situatës Rusi-Ukrainë, a duket një zgjidhje e duhur për të vendosur tavane për çmimet e produkteve në mënyrë që të monitorohet tregu dhe të mos ketë abuzime dhe rritje jo logjike? Bordi i transparencës mbi ushqimet, unë mos, nëse nuk jam keq me si e kujtoj, mendoj që u holl poshtë nga kushtetuesja. U shpall antikushtetues, por funksionoi për ca kohë. Me sa kujtoj dhe nga deklaratat tanishme kur riaktivizua bordi i transparencës për karburantet, është thënë që është duke monitoruar edhe diku ke 40 apo 60 produkte të shportës konsumit. Kështu që ne mund të themi që de facto e kemi një bord i cili po monitoron edhe çmimet e ushqimeve. Por nuk mund vendoset tavan.
të produkteve. Pra nuk është se kemi një farë informacion më të detajuar se çfarë realisht po monitoron dhe kush janë ato marzhe të rritura që mund të konsiderohen spekulative dhe kush janë realisht kostot reale që janë importuar në sepse një nga arsyet që u shpall antikushtetuesi ishte që nuk mund të ndërhynte në treg pasi krijoi shtrembërime të tregut. Kjo është argumenti edhe për pjesën e karburantit. Po pse nuk qëndron njësoj? Kjo është pyetja e vështirë. Prandaj nisa edhe diskutimin që për ne ekonomistët këto lloj instrumentesh e kontrollit të çmimeve nuk janë shumë të preferueshme për arsye se aty ku vendosen arrin të deformojnë tregun në një farë forme e cila përsëri nuk është e kënaqshme. Le të mendojmë një skenar kur vendosim një çmim tavan, le të themi për një produkt, por tregtarët mielin dhe tregtarët nuk e sjellin, ose nuk është e leverdisme për ta importuar. Dorim pa furnizim. Atëherë o ngel pa furnizim ose ngel shumë pak sasi në treg. Pra krijon mangësinë treg dhe ne që vim nga një vend që ka përjetuar mangësinë e produkteve në treg për gjithë atë, sidomos vitet 80, e dim që zgjidhjet në atë rast çfarë janë. Rritja në tregun e zi e çmimit fiktive, njohja miqësia, korrupsioni për të arritur të blesh nuk është normalisht zgjidhja e duhur në këtë rast. Por çfarë paketash mbështetës e Ministria e Ekonomisë theksoi që në rast se çmimet do të çmenden në thonjza, do ketë paketa mbështetëse për grupet vulnerabël. Si mund të mbështeten? Cilat janë propozimet? Paktën për sa i përket në gjykimin tim, ato të cilat do kishin ndoshta efekt dhe më, le të themi, të menjëhershëm, të cilat janë dhe më fleksibël, është keshi, paraja, sepse natyrisht është, le të themi, më i monitorueshëm dhe është një instrument i cili është më efektiv edhe për të ruajtur fuqinë blerëse duke mbështetur ato. Pra le të themi që mund të ketë një rritje të pensionave. Patjetër, mund të aplikohen edhe zakonisht dhe kuponat ushqimor, por me sa di nuk është një praktik, po nuk është një praktik në Shqipëri. Dhe, sikur thash, pasaj dhe subvencionet të tjera që janë, le themi, në formën e, le themi, rishikimit të skemës ekonomike, kryesisht për shtresat të cilat janë, le themi, të varur nga ndihmat ekonomike. Profesor, çfarë pakete mund të implementohet për pensionistët në këtë rast? Normalisht paketat e subvencioneve të drejt për drejta në formë pagesash cash apo edhe në natyrë, por pavarësisht ato janë kryen pak më shumë e temi kosto administrimi, janë zgjidhje e përkohshme që mund të ndihmonin të i kalohet ai presioni parë inflativ që mund të dalin në treg, por mos harrojmë që nëse me politika fiskale rriten shpenzimet për të mbuluar këto lloj programesh, atëherë jemi duke e fryrë inflacion, pra jemi duke i hedhur benzinë zjarr, pra nëse ne i trembim inflacionin rritur, nëse shteti fillon ndërkohë shpërndan edhe para ekstra, të rrit likuiditetin në treg, do thotë që inflacioni do jetë më i vështirë për të frenuar. Po si mund t'i mbrojmë këto shtresa? Se një zgjidhje duhet ketë? Jo, nuk thash që nuk duhet të japim paketa ndihmëse. Pra, mund të kemi, është aplikuar her pas here bonuse, është aplikuar indeksimi, po mund të ketë edhe subvencionim të produkteve. Normalisht duhet jetë një miksi të gjithave. Pra, është një ulje takse, le themi të TVSH-s për ta mbajtur çmimin më të përballueshëm, një paketë mbështetëse për disa kategori, në mënyrë që mos prodhohet shumë likuiditet në treg, pra që të rrisim inflacionin, dhe ndërkohë edhe subvencionet tek prodhuesi do ishte edhe një kombinim i tillë do ishte shumë më eficient për të lënë sa më pak dëm në treg, se siç thash, çdo ndërhyrje që ne bëjmë në treg ka një efekt afatgjatë që ndjehet më vonë. Profesor, si mendoni, do ishte më mirë për shembull një indeksim i ndar çdo muaj që mos krijohet presioni inflacionist në një muaj të caktuar, bonusi apo thjesht ai kuponi i famshëm i ushqimeve? Tani, normalisht, sikurse i përmendëm, pra qoftë pagesa kesh apo dhe shtesat mbi indeksimin, le të themi, standard, natyrisht në një farë mënyrë do të kompensonte edhe diferencën mes inflacionit dhe rritjes së pensionit në njëjtën kohë. Për sa i përket subvencioneve të targetuara, është vërtet ai shqetësim që sapo tha, sepse natyrisht do të ishte, le të themi, ndihma e parë ose ndihma më e madhe për këtë stres, duke ulur të paktën minimalisht faturat e energjisë elektrike, që në fundit tek shpenzimet utilitare dhe, le të themi, shpenzimin kryesor për to, për të gjithë për të gjithë shqiptarët. Qartë. Për t'i shtuar në këtë lloj prizmi se pasi bëm pyetjen të vinë ca gjëra më mbrapa në mendje. Kemi folur gjithmonë për indeksimin e pensionit. Pra një indeksim automatik i pensionit s'do sillte fare këtë lloj pyetje. Do ishte një shpërndar. Këtë lloj efekti. Po indeksimin e kemi me ligj në një herë në vit. Jo, po të shohim realisht në 10 vjeçarin e fundit, inflacioni ka marrë gati 30%,
34% diku të fuqisë blerëse të pensioneve, ndërkohë pensionet rritur vetëm 22%. Kështu që nuk ka ecur në raport të drejtë. Realisht kanë humbur fuqi blerëse pensionistëve, pavarësisht që nominalisht ne shohim që kanë një rritje të vlerës së lekëve që fusin kesh në xhep. Kështu që një indeksim automatik i cili s'ka nevojë për vendimet herpasershme të qeverisë, i cili s'ka nevojë për diskutime apo për populizma në momentin që jepen, do i zgjidhte fare lehtë këtë problem. Pra ne nuk do e konsideronim kategorinë e pensionistëve të prekur nga inflacioni për arsye se automatikisht sistemi do ta kompensonte për këtë humbje të fuqisë blerëse. Interesante është si sugjerim. Po, nga gjithë këto kriza që jemi përballur, a kemi marrë ndonjë leksion? Leksioni i parë, meqense ne përmendëm si një, le të themi, element negativ ose nëse si një komponent që në një farë mënyre na kushtozon edhe shpeshherë le të themi krijon kushte shumë të vështira jo vetëm për ekosistem, për biznese, por natyrisht edhe për qytetarët shqiptar. Natyrisht që përsa i përket le të themi përqendrimit të tregut, pikërisht tu do të thoya që duke qenë një vend i le të themi varësisht ose i lidhur ngushtë me tregtinë globale ose me importet, natyrisht ky është edhe momenti për diversifikimin e burimeve, pra jo vetëm në energjinë le të themi diellore, kryesisht ato eolike, por natyrisht dhe të gazit, sepse natyrisht ky është një mësim që nxori Gjermania pas konfliktit me Rusin, por dhe vende të tjera të cilët duhet të shkëpusin pra këtë ndërvarësinë ose këtë intensitetin, le të themi, e këtyre kontratave gjata afatgjatë me një vend të caktuar. Pra, kryesisht fokusimin në zhvillimin e le të themi forcës së punës, e teknologjisë, pra dhe kapaciteteve për ta kthyer pse jo në ekonomi deri diku ato suficiente. Pavarësisht është le të themi shumë e vështirë, por që kjo do të ishte le të themi edhe mësimi më i mirë. Më i madh. Profesor, jemi mësuar që na ndodh një situatë, përpiqemi të marrim disa masa arnuese, por kthehemi në kriza të tjera dhe përsërimi po kaq të prekshëm. Çfarë duhet të ndryshojë në mendësinë duhet një e tonë të ekonomisë? Po patjetër një kulturë proaktive, pra mos presim që të vi kriza që ne të shohim çfarë do bëjmë, por të përgatitemi për krizat e ardhshme. Si mund përgatitemi? Patjetër duke pa ku kemi dobësi në strukturën tonë ekonomike dhe duke i korrigjuar ato dobësi. Normalisht ne dim që sektori bujqësor është një sektor i cili do na jepte një farë pavarësie dhe një farë mbrojtje le të themi ndaj këtyre inflacioneve të importuara, sidomos në shportin e konsumit. Ndërkohë nga ana tjetër ne kemi përqendruar vëmendjen tek turizmi, i cili është një nga sektorët që realisht preket më shpejt edhe dështon gjithmonë në kohën e krizave. Pra kjo lloj mungese diversifikimit dhe një planifikimi i cilit na ndihmoj të ngrem këto industri të cilat i kemi jo shumë të forta apo nuk i kemi fare, nuk është pjesë e planeve apo strategjive tona afatgjatë, dhe siç e the ne reagojmë vetëm në momentin kur ndodh diçka dhe themi ok, çfarë do bëjmë tash që na zuri e keqja, por mbasi e kalojmë atë të keqe nuk është se reflektojmë për t'i paraprir skenarit të rrallës, i cili siç po duket nga zhvillimet e fundit gjeopolitike, bota po ndryshon në strukturën e saj të gjeopolitikës dhe krizat kësaj natyre apo zhvendosje e zinxhirëve të furnizimit do jenë frekuente derisa të kalojmë në një rend të ri botëror i cili do i ketë ndarë ato palët të cilat do thonë janë bashkëpunëtorë me njëra tjetrën dhe operojnë së bashku. Dhe në këtë pika duhet investojmë më shumë në bujqësi, jo vetëm në prodhimin stinor, po në agropërpunim, që për të siguruar që dhe ato produkte që sot i marrim të ambalazhuara nga importi, t'i kemi në vend, se jo. Është vërtet, pra në këtë kontekst pra themi që vërtet Shqipëria do të ketë një politikë pra jo reaktive, pra në kuptimin që të reagojë sa herë që le themi këto episode ose këto cikle le themi gjeoekonomike në një farë mënyrë impaktojnë edhe treguesit makroekonomik dhe gjendjen le themi ekonomike të Shqipërisë. Pra kalojmë nga një politikë reaktive, me borde, me kontrole, pra në një ekonomi, le themi që është, le themi, politikave strukturore, pra duke u fokusuar tek prodhimi, tek suporti targetuar, tek qëndrueshmëria, por natyrisht edhe tek rekuperimi i shpejtë. Ne nuk e dim se sa do zgjasi situata në linjën e mesme dhe sigurisht jemi gjithë sy e vesh për të kuptuar se sa të prekshëm do jemi ne. Po nëse marrim, le të themi, scenarin më të
që kjo situatë do zgjasë, cila do të ishte ajo mas e parë dhe më emergjente, ndoshta dhe më efikase, nga gjitha këto që përmendëm që do të rekomandonit për të ndërmarrë, që të mbrohen dhe shtresat në nevojë, por dhe qytetarët normal këtij vendi. Shpresojmë të gjithë, shpresojmë që realisht mos shkojmë në situatat të tilla, pak a shumë të cilat e tejkalojnë mundësinë pastaj për të reaguar me eficiencë. Siç thash, gjithë vendet që po mundojnë të reagojnë janë duke planifikuar skenara afat shkurtër, afat mesëm. Për arsye se skenara afat gjatë, gjithë ato mekanizmat mbrojtës, rezervat buxhetore që janë mbajtur apo rezervat qoftë edhe në resurse do harxojnë dhe do kthehemi në atë pjesën. Le të themi një skenar 3-6 mujor. Në një skenar 3-6 mujor, unë mendoj që besoj se është e përballueshme edhe me këto masa të lehta ndërhyrjesh, pra diku një ndërhyrje fiskale për të rregulluar taksimin, diku një kontroll, një monitorim pak a shumë i çmimit dhe diku një mbështetje, një paketë mbështetëse. Kurse në afat gjatë gjitha këto bëhen të rënda për të përballuar dhe siç thash është një skenar i cili vështirë se parashikohet sa i egër mund të bëhet edhe apo sa shumë mund të ndikojë. Për të thënë për pjesën e a duhet jemi të përgatitur në afat gjatë që në këtë raste të tilla thjesht mos jemi duke vetëm u lutur për skenarin e keq mos ndodhi, por të kemi mundësi të ngrem industritë të brendshme, ka qenë një teori shumë e aktuale gjatë viteve 2000, globalizmi i cili i kishte theksin e tij në atë pjesën e avantazheve krahasuese. Ndërkohë që si shohim në këtë riformulim të botës, tash i bën më shumë sens që ne të ngrem disa industri të cilat edhe nëse nuk janë shumë konkurruese, por të paktën të japin një farë pavarësie strategjike. Dhe një farë mbrojtje. Se flasim për pjesën e fertilizuesve, ne kemi pas prodhuar fertilizues gjatë kohës së regjimit komunist Shqipëri, ndoshta me kosto jo aq eficiente, por në këtë lloj këndvështrimi të ri, pra të një ekonomie nacionaliste, është mirë që të kesh një prodhim të brendshëm të pak a shumë të gjithë atyre nevojave emergjente që mund të ketë një ekonomi. Qartë, mund të përmbushësh brenda vendit disa nevoja emergjente. Një rekomandim fundit, profesor, cila është ajo masë më emergjente apo më e mira që mund të ndërmerresh në këto kushte? E vërtet, pra politikat optimale, do të theksoj edhe një herë, janë pikërisht mbrojtjet e targetuara sociale, një menaxhim pak më i kujdesshëm fiskal dhe natyrisht një rritje e qëndrueshme e ekonomisë, sepse natyrisht ne përmendëm inflacionin dhe që është vërteta ende nuk ka një efekt, le themi, pra një rritje relativisht të lehtë, pra brenda atij objektivit, pra 3%. Pra të shpresojmë që kjo gjë do të mbarojë sa më shpejt dhe natyrisht të gjitha masat e marra deri tani, pra në gjitha vendet të jenë të mjaftueshme. Të shpresojmë. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit ju. Profesor, falenderoj shumë për prezencën. Të nderuar shikues, duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë shihemi të hënën e ardhshme në orën 20. Natën e mirë.